Publikohet agjenda e vizitës së Papa Franceskut në Shqipëri me 21 shtator të këtij viti. Në një dalje publike nga katedralja e Shëmpalit, krerët e kishës katolike dhan detajet e vizitës në një ditore, që nga kremtimi i Meshës së Shenjtë në sheshin Nën Tereza e deri në takimin në katedralen e Shëmpalit. Mesha e Shenjtë që Papa do drejtojë në bashkëkremtim me hierarkët e lartë që do të vinë bashkë me ato të Shqipërisë, me miq të ndryshëm të ardhur për këtë rast, dhe me të gjithë popullin e hyjë përben momentin kulmor të kësaj vizite. Për ne të krishterë katolik, Euharistia është burimi dhe kulmi i krejt jetës së krishterë e i krejt jetës së kishës. Imzot Rok Mirita shtoi gjithashtu se janë marrë të gjitha masat për të siguruar rendin e sigurinë në këtë ditë të shënuar. Janë angazhuar vullnetarë të shumë që të bëjnë organizimin e shtektarëve që do të jetë në shumë, por edhe të parametrave teknik edhe të sigurisë për mbarvajtjen e këtij aktiviteti. Gjithashtu vlen për të theksuar edhe bashkëpunimin e mirë që kemi me autoritetet e pushtetit qendror dhe vendor. I pranishëm takim ishte arqipeshvi i Shkodrës, Angelo Masafra, dhe i peshvi i Tiranës, George Frendo, të cilët përshëndetën vizitën e Papës në Shqipëri. Koordinatori i vizitës Albert Nikolli prezantoi logon fituese duke zbërthyer dhe simbolikën e saj, një logo e realizuar nga piktori Shpend Bengu.